Për të dytin vit të radhazik, të mërkur Organizata Ndërkombëtare për Migracion IOM në Shqipëri organizoi panairin e punës në Kukës, ku morën pjesë rreth 20 biznese rajonale dhe kombëtare. Qëllimi i panairit ishte të ofronte mundësi punësimi, këshilla karriere dhe informacion mbi aftësitë që kërkon sot tregu i punës. Panajiri i punës, siç e thash, organizohet në kuadër të projektit të implementuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin dhe me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, në kuadër të projektit të forcimit të kapaciteteve të institucioneve vendore lokale për fushën e migracionit dhe diasporës. Qëllimi i këtij panajiri, të cilin ne organizojmë në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, është të prezantojë mundësi punësimi jo vetëm në Kukës, por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, për të rinjt edhe personat punëkërkues në Kukës, të cilët duan të shikojnë mundësitë e punësimit, por jo vetëm edhe të zhvillimit profesional në fusha të ndryshme. Sipas Klarina Allushit, koordinatore kombëtare e projektit të financuar nga Mbretëria e Bashkuar, bizneset në Kukës po ofrojnë gjithnjë e më shumë mundësi punësimi për të rinj, ndërsa ky panajir shërben si një hapësirë e rëndësishme për të eksploruar vendet e lira të punës. Edhe tek panajiri që ne patëm në mars të këtij viti në kuadër të këtij projekti, por edhe në këtë panajir ne kemi parë që bizneset kanë ardhur dhe kanë prezantuar mundësi të ndryshme punësimi në sektor të ndryshëm dhe në profesione të ndryshme. Kështu që këto mundësi ekzistojnë dhe unë do i ftoja të gjithë të rinjt në Kukës që të vinë dhe t'i eksplorojnë, të diskutojnë me bizneset që kanë ardhur këtu dhe të shikojnë mundësitë që kanë për zhvillim profesional, pasi ne këtu sot do kemi edhe shkolla profesionale të cilat do prezantojnë mundësitë e zhvillimit profesional, por edhe bizneset për të gjitha mundësitë e punësimit që ekzistojnë në Kukës, por jo vetëm. Këtë vit, aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive dhe me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Në ceremoninë e hapjes, Alma Jani, drejtuese e zyrës së IOM-it në Shqipëri, theksoi se edhe pse emigrimi mbetet një realitet për shumë shqiptar, është e domosdoshme të krijon alternativa konkrete për punësim në vend, veçanërisht në veri të Shqipërisë, ku potenciali ekonomik është në rritje. Ky panajir pune është një hap i rëndësishëm në këtë drejtim dhe sjell së bashku punëdhënësit, punëkërkuesit, për të afruar talentet me mundësitë në sektor të ndryshëm të cilat kërkesa vjen në rritje, sikurse është turizmi, bujqësia, teknologjia apo industria kreative. Nëpërmjet projektit forcimi i kapaciteteve institucionale vendore për migracionin në Shqipëri, ne duam të pasqyrojmë angazhimin tonë të përbashkët për të nxitur lëvizshmërinë e brendshme të fuqisë punëtore në Shqipëri, por me një fokus të veçantë për të fuqizuar të rinjt, të cilët dëshirojnë që të krijojnë të ardhmen e tyre në vendin e vet. Për më tepër, projekti mbështet bashkitë në menaxhimin sa më efektiv të migracionit dhe të diasporës, në ndihmën ndaj të kthyer-ve dhe në krijimin e mundësive të qëndrueshme për migrantët e brendshëm dhe në nxitjen e investimeve nga diaspora. Ndërka që Dimpi Sanagni, drejtuese e programeve të migracionit në Ambasadën Britanike në Shqipëri, njoftoi mbështetjen e vazhdueshme të Qeverisë Britanike për nisma që nxisin zhvillimin ekonomik dhe social në Kukës dhe zonat përreth. Fatkeqësisht në Britaninë e Madhe kemi disa problematika me financimet, por kjo s'do të thotë që financimet për këto projekte do ndalohen, do vazhdojmë të mbështesim në rritjen e aftësive, punësimit për të rinj dhe për ndihmën për veriun e Shqipërisë. Pjesëmarrësit, kryesisht të rinj, patën mundësi të vizitojnë stendat e punëdhënësve, të njihen me vendet e lira të punës dhe të krijojnë kontakte të drejtpërdrejta me përfaqësues të sektorëve kyç si turizmi, bujqësia, teknologjia, industritë krijuese dhe më shumë.